Jam Agrana Liçkaj. Jam antar veterani klubit futbollit Deçanit. Këtu jem mbledh me këta shokë që viteve 70-80 kemi luajtur futboll bashk. Këtu po ju prezantoj Osman Gjikokaj, Said Qorri, Gjevdet Gorshi, Musa Gjikoka, këto kem pas edhe trener Gani Dautaj, Bedrisha Bonaj, Adem Boshtraj, edhe ky ka qenë një periudhë trener, Rasim Tola, Selman Ali Musa edhe Zymer Thashi. Domethënë jem një pjesë bukur e madhe, mungojnë disa pasi që janë në botën e jashtme, mirë po përapërsisht po përpjekim që me rikujtu edhe një atë periudhë që aty në viteve që shumica e konsiderojnë si kohë e artë e futbollit deçanas. Masi rezultatet na kanë imponu që ta përshkruajmë kështu. Deçani, domethënë në historiatin e vet nuk ka pas kur rezultate më të mira se atë periudhë. 4 vjet kem qenë në ligën e lidhe të futbollit kosovar. 4 vjet radhës në ligën e parë futbollistike të Kosovës. 6-7 vjet kem qenë në ligën e dytë deri në vitin 1989 kur faktikisht u shu futbolli në Kosovë aty. Jam përpjek që mendimin e shokëve, mendimin e Said Qorrit e Muses, Ganise, këtyne të gjithëve më kanë dhënë pak ndihmë me mujt për çat periudhë me i rikujtu disa emra që kanë kontribu me ardhmë, domethënë deri te çato suksese. Përafërsisht është dash ndoshta dikush tjetër me marr fjalën, mirë po unë kom qenë portier edhe numër 1 dhe ata më thanë, masi ke qenë portier numër 1, ty të vjen. Kjo është një farsakoje, po se nuk është që ajo, mirë po me insistimin e këtyre shokëve, si jem këtu, kem fillu me punu një libër për që të gjeneratën e viteve 70, edhe i kem pas shënimet pe shtypit të atëhershëm, kështu që në bazë atij shtypi jem përpjek që pak me elaboru një farë historiati këtu. Përafërsisht duhet me i falendëru edhe profesorit nderuar Muhamet Alaj, i cili i pari ka fillu për me shkru për sportin deçanas. E ka shkru monografinë e sportit deçanit edhe monografinë për futbollin deçanas, nëse s'gaboj pe vitit 1930 deri në 2014. Domethënë ajo ka qenë një punë e madhe që e ka bo mos me alon harresës ato vite që po them shumica i konsiderojnë si vite të sportit dhe të futbollit deçanit. Futbolli, po them, jam tu mbështet edhe në shënimet e monografisë të profesorit nderuar, ka filluar në Deçan rreth viteve 1930. Atëherë ka qenë më tepër privilegje e disa kolonëve malazez, cilë janë ardhur për malit zi edhe i kanë pru topat aty edhe prej atyne, ndërsa prej vitit 1947 ka fillu për me masovikisht edhe të ne për me marrë për masa loja e futbollit. Fillimisht nëpërmes turneve të futbollit, janë marrë turneje nëpër Irznic, Junik, Isnic, Carabreg, Strelc, e ma vonë o kriju klubi i futbollit. Skuadra e parë e futbollit o kriju në vitin 1958. Në atë botë i kem disa emra që kanë lujt Isufi Bërhysa, Gani Zhuri, Isuf Dobruna, Sulejman Farizi, Sadik Binakaj, Ahmeti Bërhysa, dhe po ju kërkoj falje aty në tjerëve që nuk kem arrit për se kujtesa janë një farforme dhe na jenë në krahasim me këta gjenerat pak më re, edhe nuk i kem rri. Në vitin 1961 klubi i futbollit filloi garat në lidhjen e PES edhe u emërtu me emrin Këto Kozhnjerdi. Prej vitit 1968 ka fillu me të madhe pjesëmarrja masive e shqiptarëve në klubin e futbollit Deçan. Atëherë e kem pas një grup talentsh, Rushdi Ramosa, që i ka pri Adem Boshtraj, Adem Gjikokaj, Ram Lataj, Isuf Qekaj, Mithar Bojkaj,
Sadik Mulliqaj, Gjeladin Beqiri, Bek Maloku, Hajdar Aga, Sadik Binakaj, Ismet Gjikokaj, Rustem Gjikokaj e tjerë. Këta kanë kanë dhënë kontribut madh që futbolli i Deçanit për mu ma si vizu edhe me pas edhe trit një farë motivi që mu marrë me lojën e futbollit. Meritat mëdha, në këtë periudhë kanë edhe profesorat edhe arsimtarët edukatë fizike, cilët i kanë nxit në zonët, në shkolla fillore, në shkolla të mesme, që të mirën me sporte. Me sporte edhe nga ajo është dalë një plejade të tërë sportistëve me renomme. Sigur se në handball, ashtu edhe në futboll dhe në këto sporte tjera. Mirë për na po përqendrohem mate e për në futboll. Në vitin 1977 është bo kthesë në futbollin e Deçanit. Me emërtimin e Haxhi Cafaj si kryetar klubi. Deri atëherë mate e për kanë qenë kryetar klubi, kanë udhëheq klubin Serb dhe Malazez. Domethënë 1977 është bërë një kthesë e madhe se me angazhimin e tij si kryetar klubi ka fillu ai për me pru klubin e futbollit të Deçanit. Fillimisht e ka marrë atë boshtin tej klubit futbollit Vllaznimi, e ka marrë dhe ka pru si trener dhe si lojtar. Edhe aty ka fillu ajo përpjekja, domethënë ajo sukseset gradualisht. Talenta ka pas, mirë po edhe atë talentat kanë qenë në hije të tjerëve. Thash nuk po hi në politikë aty. Në vitin 1978 me ademi në kry pas 20 vjetë garash në lidhjen futbolistike të PES, klubi futbollit Deçanit ka arrit që të bëhet kampion i kësaj në lidhje edhe në 2 ndeshje kualifikuese, në 3 ndeshje kualifikuese në kooperativistin e Beqit. Po fituese edhe ka arrit që të inkuadrohet në ligën e dytë futbollistike të Kosovës. Në këto kualifikime janë angazhu merita kanë këta futbollistë: Din Bushati, Adem Boshtri, Mustaf Kuqi, Jan Mulliqi, Gane Dautaj, Jordan Simić, Gurgur Ramosaj, Ilir Lokaj, Sajt Qoraj, Gjevdet Gorshi, Mileta Lapan, Osman Gjikokaj edhe Ram Qekaj. Domethënë këta janë angazhuar që do ndeshjet kualifikuese. Ka pas edhe ata tjerë, mirë po në fillimin e vitit 1979 Haxhi Cafaj si kryetar klubi, në Adem Boshtrin si krye-trener, e kanë shfrytzuar moskënaqësinë e Rushdi Ramosaj, Musa Gjikokaj edhe Lezmetit Saitit, cilët kanë qenë lojtarë në butëshnosën e PES, atëherë në ligën e dytë federative të Jugosllavisë. Domethënë kanë qenë një ndër yjet më të mëdha të futbollit kosovar. Moskënaqësinë e tyre e kanë shfrytzuar edhe e kanë pru Rushdi Ramosin në Deçan. Ky ka qenë si trener dhe si lojtar. Ky është vendimi më i mirë që kishte marrë KF Deçani ndonjëherë. Edhe prej këtij momenti ka fillu kjo perioda e artë e këtij klubi. Krahas Rushdis, i cili ka qenë dritë, që ka ndrit klubin e futbollit në këtë rrugë drejt këtyre sukseseve, kanë kontribu edhe kryetarët të klubeve. Në numër 1 ka qenë Haki Daudaj. Meritat e Hakis janë po mohueshme. Edhe në atë periudhë sa ka qenë kryetar, edhe pas kësaj periudhe që i kanë nxitur të tjerë. Isuf Ismailaj, Tahir Kuqi, Arif Kadriaj, Avni Hasaj, Azem Gashi, sikur se duhet me i falëndërua dhe aktivistët e palashëm, Halil Dobrën, Ahmet Ibrahjusin e tjerë. Me angazhimin e Rushdis në kampionatin 1978-79, para angazhimit të Rushdis në vërtet, Deçani ishte në pjesën e skuadrave të rrezikume. Me ardhin e Rushdis, undru, tërësisht undru kjo pamje dhe Deçani ka qenë shumë afër për mu rendit me 2 skuadrat e para dhe për mu kualifiku. Domethënë në fund të kampionatit ka qenë i 3 ose i 4. Vitin tjetër, domethënë në kampionatin e vitit 1979-80, Deçani kishte ambicie
masi veç fillun edhe ndihmat, mas sukseseve fillun edhe ndihmat pe atyne ndërmarrjeve që kanë qenë atëherë dhe komunës atyne, u bon plane që Deçani për me realizu ëndrrën e ka mashme për me hynë ligën e parë të Kosovës, që ishte liga më e litë e futbollit kosovar. Mirë për atë nevojitën edhe disa përforcime. Një ndër ato përforcime kem qenë unë edhe Musa. Unë kam luajtur përpara nesër plamurtarët, pe Feronikit, edhe Musa pe Budushnotit, domethënë na dy e marrë, kanë ardhur dhe janë inkuadruar edhe në garniturë djemve të ri. Tashagim Nita, e di Rasimi, Bedria, Selmoni, Krista, Zymeri edhe këta, edhe domethënë është formu një ekip i 20-25-6 litarëve me të cilë kem dominu domethënë vitin 1979-80 kem dominu tërësisht ligën, edhe pse s'na ka llogarit kurkush si kandidat, edhe në fund me 5 pika përparësi jam shpoll kampion i Ligës 2 të Kosovës edhe jenë inkuadruar në Ligën e parë futbollistike të Kosovës. Ligën e parë futbollistike të Kosovës na u ka bashkangjit Meritën Rushdisë dhe Mus, është edhe një ndër talentat më të mëdha të futbollit kosovar. Ka qenë nder për neve që kem pas fatin me lujt me to edhe me qenë bashkëlojtar ti Nezmettin Saidi Rusi. Ai ka qenë figurë shumë e madhe e futbollit kosovar. Domethënë diku nëse zgaboj vitit 1971 ka qenë në reprezentacion të juniorëve të Kosovës, kampion të Jugosllavisë. Domethënë ku kanë lujt gjenerata vjetër i njohin atë Petrović Pishoni, i Zvezës, mos i përmendja të tjerë, domethënë ata kanë lujt për Serbi, për Kroaci, domethënë Serbia, Kroacia kanë qenë nëse zgaboj unë 5 vjet, 6 vjet, domethënë 11 vjet kampionë janë ndruar ndër veti. Edhe këta kanë thy, Kosova ka thy mendimin e Rusit, ka thy atë mit edhe u bë kampione. Ka qenë edhe në akademinë e Dinamo Zagrebit, domethënë ka qenë bashkë si thash me Musën edhe me Rushdin. E kanë shti Budushnotin e pej ligës parë të Kosovës në ligën e dytë federative, atje kanë lujt. Kështu që e kem bën një ekip që në start veç kem lënë gjurma në futboll kosovar. 4 gjyrat e para janë qenë lider në tabelë. Kem mujt Budushnotin e Pejës, kem mujt Midis Peje, edhe i kem pas rezultatet. Edhe në fund, nëse zgaboj, në fund jam plasuar në pozitën e 6. Çka ka qenë më interesante, ka qenë që e kem pas edhe për krajën e tifozëve. Në bazë të shënimeve të gazetë Rilindja, e cila në fund vitit i publikonte shënimet, Deçani ka qenë ekipa më e shiqume në ligën e parë futbollistike të Kosovës. Domethënë i kem pas simas, po them, shënimeve të Rilindjes, i kem pas 26.800 shiques. I kem pas në 15 deshje. 2.000 më tepër se sa Liria, Prizrenit dhe Budushnoti 5. Edhe domethënë kem pas për krahjen atmosfera u bojken në stadionin e jonë si gati kurku. Në Kosovë veç kohën kur Prishtina në ato vitet e arta kur hin ligën e parë, se adin nuk kom pa kurku qasi atmosfera si u bojken na. Domethënë si region e kem pas për krahjen një numër shumë të madh aty. Me fatkeqësi nuk mujtëm me qatë ekip, saktë edhe nëse zgaboj në sezonën pranverore jem kon përforcu edhe me Gjoshin, ishte Gjoshi, ai ka qenë një ndër futbollerat edhe golgjeterat më të mirë të Kosovës. Musa e pa të pru aty, mirë po u ndërpreja dhe për shkak të demonstratave të 1981-s u involvua dhe politika dhe i ndërpreu garat, kështu që po me që e gjenerat me po kunorizua ato çka ka mujt me vo. Vite tjera atëherë kem pas oscilime, ngritje, ramje. Po edhe une si shumë të ri, futbolin e kom filluar rrugëve në përborë me rinitu i lujt futbol, kështu që erdhë një kohë që u bona edhe antar i klubit futbollistik Deçani, viti saktësisht nuk më kujtohet, me shumë shok, mit,
fillimi ishte i vështirë, kushtet ishin pak më të vështira, po gradualisht me kohën kushtet të rëndu përmësue. Më kujtohet e mas pari na ka angazhue Haxhi Nimon Cacaj në klubin futbollistik Deçani, mua, Osmonin e Ganin e shumë të ri. Në ato vite na bom gara në ligën e qarkut regioni 5. Një 2-3 vite kemi bo gara në regionin e 5. Në kohën kur Adem Boshtri erë si timonjer, si treneri skuadrës futbollistike Deçani, arritëm të shkojmë në kvalifikime me Kooperativistin e Becit. Aty zhvillum 3 ndeshje kvalifikuse. Arritëm kvalifikimin dhe u inkuadrum në ligën e 2 të Kosovës. Me të ndëgjuar që u inkuadrum në ligën e 2 të Kosovës, Haxhi Caca e erdhi në kontakt me Rushdi Ramosën, se Rushdia në atë kohë ishte antar i klubit futbollistik Budućnosti Pejes. Rushdi erdhi me na ndihmue edhe si lojtar edhe si trener. Por 2 sezona na arritëm të inkuadrohem në ligën e parë të Kosovës. Me inkuadrimin në ligën e parë të Kosovës, Rushdi i ftoi edhe disa futbollistë me renome, siç ishin Musa Gjikokaj edhe Nesbedin Saiti Rusi. Në fillimin e viteve 80-81 në ligën e parë, ishim një skuadër jashtëzakonisht të suksesshme, sepse në radhat tona gjendeshin futbollistat më të mirë të asaj kohe, Nesbedin Saiti, Musa Gjikokaj edhe Rushdi Ramosaj. Kështu që për neve ishte një imperativ, një impuls i madh. Shikus kishim pa mas, do më thonë çdo ndeshje që është zhvilluar në Deçan ka pas 3.000 deri në 4.000 shikus. Atmosfera ka qenë impozante, jashtëzakonisht e mirë, po edhe sukseset nuk kanë munguar. Në Deçan shumë skuadra janë xhurizu, si Liria Prizreni, Budućnosti Pes, edhe shumë ekipe tjera. Me kalimin e kohës, erdhën demonstratat e viteve 81-82, Deçani u ballafaqu me shumë probleme, si klub. Ram nga liga. Po mune du me ceke në mendin time që kur nuk e harroj ndeshjen me Fush Kosovën, në Fush Kosovë. Aty shkum na të përgatitën edhe na përgatitën edhe psikikisht bashkëlitarët tanë më të vjetër që ishin, se qëndrimi edhe qëllimi i Federatës Futbollit të Kosovës ishte që neve të na eliminojt në acces në ligën e 2. Edhe aty u përkra ekipi i Fush Kosovës. Ajo ndeshje u zhvillu në Fush Kosovë. Aty lutëm një lojt jashtëzakonisht mirë, se ishte më rëndësi shumë për neve, se ishim rivalitet ne dhe Fush Kosova kush më rapi ligës parë. Refer ka qenë Enver Qosja, sa mu i di, ishte jashtëzakonisht i njanshëm, u shike krejt qeta si është i njanshëm. Dhe më thonë, na aty avancu me rezultat 2-0, se lutëm një loj jashtëzakonisht mirë. Aty në atë ndeshje, unë dëshkun me kartonat kush Gjevdet Gorqi, që indet pranë meje, edhe Grigor Ramosaj. Edhe na atë ndeshje, për fat keq, e hupëm me rezultat 3-2. Ne se u kry ajo ndeshje edhe na him dështore. Ty him dështore, bom gjithë, zbashkun dështore dhe fillum gjithë të qajmë aty. Por aty ishte Musa Gjikoka, Rushdi Ramosaj, që na thanë që lojnë e këllujt jashtëzakonisht mirë, shkëlqyshëm, po në i putën në kratë refert, edhe s'mujtë me bo gjonë. Me atë humbje, na ram për ligës parë në ligën e 2 të Kosovës. Njësi speciale në atë ndeshje ka pas jashtëzakonisht shumë, sepse na gjatë ushtë aty nuk ka pas tribina, dhe më thonë kanë qenë vishikus në komë, po na gjatë lojës i ndëgjeshim radio Toki Vokit, i ndëgjeshim se përcjellëshim rezultatin qysh po zhvillohet ndeshja. Edhe
E pam që na aty është e pamundshme me fituar. Saidi e elaboroi, për bukurie elaboroi rastin e Fushë Kosovë, që ka qenë eklatant në futbollin e Kosovës. Mirë po, veç disa plotësime që i ko marrë për gazetave, se Saidi faktikisht i ka elaboru për marak. Do më thonë, në atë periudhë, e tha Saidi, Fushë Kosova dhe Deçani janë konë dy kandidat në marak. Fushë Kosova ka qenë dot. Fushë Kosova i ka pas prej 11 lojtarëve, 10 i ka pas nacionalitetit serbë malezez, veç një Overtinca ka qenë shqiptar. Do me thonë edhe ka qenë, Fushë Kosova dhe ka qenë intens, e hatë, e lidhës futbollistikit të Kosovës, Fushë Kosova mos me ra. Po me ra kur ban Deçani. Atë ditë e tha Saidi, ma të e për ka pas njësi speciale, se sa ka pas aty. Edhe në fund, tash mos me përsërit, ato që tha Saidi, e ka bërë referi penaltis, kanë mujtë me edhonë. Në çdo form, i ka thonë, Gjevdetit e ka qitë piloj dhe i ka thonë Gjevdetit me i pas kratë, ju mund të fitoni këtë ndeshje. Kur e ka qitë ti piloje, edhe kur ka marru loja, e ka marru loja në 3-4 minuta para si, ju në shku referat të kordoni i policisë atje ju nikë, se tonim kënd të mlefosën, se i kishim bo ato qka nuk është dasht me bo. Aje ku që na bo, qa që po drejt, bile e di Bedria koj, ke Saidi, se të lipineve me lot, edhe si s'ke mujtë me nëzonë në referin, ajo ka qenë skandalozë një farë referimi i haptë. Quhem Osman Gjikokaj, jam nga Deçani, se çdo i ri mi kemi lujt dhe kemi andruar me lujt për ekipin e Deçanit, kemi kontribue, jemi konë shoqëni e mirë, nuk di çka më shtu ma tepër, se sa Poli Agroni dhe Sahiti, po si futbollist, jam mundu me kontribue dhe jam krenar që kom lujt për Deçanin. Jam Gjevdet Gorshaj, i lindur në i rritur në Deçan, prej fillimit të klubit futbollistik Deçani, deri kur i kom bërë 30 vjetë, kom lujt, e kom kontribu në Deçan, sa kom mujt, edhe kur si vi pishmoni se e kom pas një shoqëni fort mirë, dhe cilët jam rrit pej Koçdis, e deri në qëtë kohë jemi kanë bashkë, edhe ju falenderoj tonëve për atë kohë si ma kanë kushtu mua, edhe deri në vitë kër i kom bërë 30 vjetë, atër mu ka dësht me dalë jashtë shteti, edhe e kom pashu futbolin. Dikon prej 16-17 vjeqa, sa jam konë, sa i të din ma mirë se unë. Qashtu dishka, deri në 30 vjeç kër e më bërë, kom lujtë për Deçan, edhe kur se kom shu Deçanin më shku dikun tjetër, apo dishka, se kom lujtë për shoqëni, për Deçan, për klub. Jam Musa Gjikokaj, kom pas nderin dhe knatësin të kontriboj në klubin e vendlindës time prej vitit 79 deri në 85. I falimderoj edhe bashkëritarët, edhe shikus, edhe gjithë qytetin. Unë e shpari faleminderoj këtë organizim që kanë bo ju gazetarët edhe kamerat. Na kemi qenë një gjenerat e artë që kur nuk mundet mu përsërit në komunën e Deçanit. Kemi qenë lejtar edhe shokët në me veti, jemi ko shokët mirë shumë, kur njetën tanë nuk kemi prishë me veti. Jemi konë, do më thonë, prej mosës 15 vjeqare, kom fillu me në Deçan, me Shahitin, me Agron, me Asmonin, me Gjevdetin, me Ademin, do më thonë fillimisht me qëta, atëre Rasim Tola, Bedria, Selmoni, Musa në ka ndim, Agroni në ka ndim për plemurtarit, kështu që jemi kompletu Rëshdia si trener që në ka ardhë, ka qenë shumë i suksesshëm, kemi ndigju ato, kur që mi prishti me veti, jemi konë një ekip që faktikisht o ko që na jo ekip mu damtu në aspektin skandalës. Për shembull me Fushë Kosovën që kanë qenë 10 serbë aty edhe një shqiptar, na e kemi mbizotnu aty ekipin e Fushë Kosovës, kemi qenë shumë më të mirë si ata, po falë referit nga Fotujeva, na hupëm lojën ty me njëllë edhe gjithë të hu. Quhem Bedre Shabana, nga fshati Strace Eprëm. Karriera jam e zhvillimit futbollit
nuk kom qenë prezent në Deçan, kom pranu në Voshtri, 79-80 jam marrë, ju kom bashkëngjit shokve, edhe jam jetë qëtu komplet karriera jeme sportive, pe fillimin Deçan derisa funi karrierës. Unë jam krenar me këta shokë që kom marrë pjesë dhe që kom kontribu për komunën e Deçanit. Unë quna Adem Boshtaj, vi nga Deçan një moshën 1948, 78 vjetë. Po ju falemderoj juve me kamera, kamerman të editë të nëjna. Karriera jam mas po e ka filluar prej 8, im konë klasën e 8, kom lujt 14, 15, handball, 30 Deçanit futbol, atëra po në kushnjeri. Mas një kohë, kom kalua në ekipin e parë, mi gjithë se ta na jetë kom lujt edhe para ditën shtu në handball, e ma ditë futbol. Se ashtu ku nevoja nuk ka pas. Ndrime asë në handball, asë në nëjë. Mirë po, diti, polën mjaftë gjithë për këto, gjithë atë kushtët e që shokon e bom, të po e falimdoj këmë hinë ligë dytë. Në arën e ka marë Zesh Haski, si u bo banketi. E falimdoj edhe të njërin Baram Ramosaj. Në ka marë prej Barandi mikon. Edhe në ka punë maj e kërë, në marë, e mikon, në ka marë për zdi sa konë, në atë natë e mikon ndarë, që të konë e konë nërë, të aty shkune, në ka marë në për hotele Zesh Haski. Edhe kyje. Masa nej, gëzimja maj marë e konë, ku Gronalisha ka bo një fest, e në bashkoj gjithve. Që ajo knaqësia ma marë. Kontributi ma të marë se ka dhonë, unë e vesh këqyri, kush ka dhonë kontribut për ka futbolli. Se den të tretën, jem kontu, loja ma më konë me Lirien, mi konë da 2-2, edhe kom shku për shtetë e qashur për 3 muj. O konë situata qashtu. Edhe im konë i shënum, pej organe, po, im konë i shënum, o lymë në kotë për 3 muj im shku 42 vjetë, për boja të jashtë. Ta në herët e kom faliminu që ta gjimë se e kanë majtë futbolin e në kujdes për futbol. Mi gjithë se kom të kontribu, vanë se me kontribu në futbol, kom kontribu në handball, gjithë komplet me rekvizita, me sanë, me krej. Edhe pak kom një mua dhe kënejnaj, po ka e me qaja ka pasë, nuk o nevojë me për me ku kom një të shak kom boha, po jemi i knaqëtu ku i shot gjithë bashti, knaqësia e me ma madhe. Quem Rasim Tole, i lindur në Lep. Karrierën time futbollistike kom fillu vitet të 10 për dallim nga shokët që kanë pas barrën kryesore të zhvillimit dhe progresit futbollit në Deçan, që kanë lujt në rangje matulta. Unë për veti kom pas një fat që kom fillu direkt në ligë, kur kemi hinë në ligë parë. Edhe jam shumë mirë njës që gjitha shokë, pak një dallim që kemi në mosh, kanë prit të ja fillu edhe prej trenerit Rushdera Mosa, edhe prej këtyre kolegëve gjithë, kanë prit se mas miri, edhe pozicionit kom lujt me sfushor, alsor, me kalimin e kohës si Sta dhe Saiti, edhe të thanë shokë paraprakisht që me oscilimin mandej kemi ra nga liga, jemi mundu edhe në ligë 2 me bo disa organizime, me kalimin e këtyre shokëve pak në pensionim të quajmë ashtu në zhargonin e asi, më ka ra një barë edhe mu pak disa kohë mu marë edhe si futbolist, edhe si organizim, deri në suprimimin e autonomisë në 89-ën kur në ka sjellë klubi i parë që kemi lëshu gare, atëherë, edhe pra po thëmë jam shumë mirë njës edhe ju përkull në gjithë këtyre shokëve për kontributin që kanë dhënë me vitet e tëra, derisa disa në matrisi pjesë i Bedria, si që tha, Selmoni, Zymeri, pak kemi lujt, me gjithë si Zymeret edhe këti karahisi pak masi me dhonë kontribut edhe në liga matulta, por ne disa kemi lujt pak, pra po thëmë, ju jam mirë njës edhe falenderus për gjithë ato shka kanë bërë dhere atëherë, që na kemi mundësin me lujt nivelin më të lartë gara. Kështu që gjithëherë krenar me ta.
Unë quna Selman Ali Musaj nga fshati Strelci Epe. Unë në Deçan kom marrë pjesë junior jam konë. Fillim jam konë si junior, një vjetë kom luajtur si junior. Tani më ardhën në Rushdi Ramos, më ka cilësu edhe jam kom luajtur në ekip parë me këta shokë tonë. Edhe kom luajtur si bek kom luajtur. Një kohë të gatë tash, se di sa vjetë kom luajtur, atë vish një kohë bukur të gatë kom luajtur. Edhe I respektoj ta tonë, ta shokë, që në ma djetës unë ma I rev jem edhe këtu tash edhe atëherë më konë shumë ma I ri si këta. Se unë më konë shumë I ri ardhën në klub në Deçan. Po më ta më kanë respektu, më kanë nëru edhe më kanë respektu shumë. Unë si I ri tëni kom kalu në ekip parë edhe unë veç në ligë parë kem lujtë. Atëherë këta e më konë shumë ma djetër si unë, po unë një dy sene kemi lujtë në ligë 2, tëni jemi në ligë të parë. Edhe kontributi është I këtyne, mas shumë I këtyne gjeneratët më të vjetër, se ne kemi pas pa kushtet shumë më të mira, terrene më të mira, kemi lujt shumë kemi pas edhe kushte, edhe ka pas Deçani atëherë si konë si klub më I njefshëm, edhe shumë kem kalu mirë me gjithë ta shokë tu që kemi kalu edhe kemi bu një jetë shumë të mirë. Quhem Zymër Thaçi, jam nga fshati Dubrovik. Në klubin futbollistik Deçani e marrë fundit të vitit 79. Kom marrë prej klubit futbollistik Rilindja Baranit. Ka qenë nërë dhe krenari me lujt me këta futbolista për mu, me Rushdi Ramosin, Mus Gjikokën, Adem Bushtrin, Sajt Qorin, Gani Dautin, Osmo Gjikokën, Agran Aliçkin, Bedri Shabanin, me rasimin e Selmonin ma vonë kemi lujt, se unë për dallim për shokëve, unë I kom ndru klubet pak. Edhe nuk kom kontribu shumë në Deçan, veç mas lufte pak. Jem angazhuve, edhe që kjo është. Na bashkarisht folëm gjithë për historikun e klubit, për sukseset e klubit futbollistik Deçani, po nëse më lejohet, unë kisha të rregulla për disa ngjarje, për disa ajgare që I kem pas gjatë përgatitjeve, gjatë gjithë karrierës futbollistike. Për shembull, e kemi rastin Gani Dautaj, legjendë e futbollit, ka qenë një futbollist I shkëlqyshëm. I kemi disa ngjarje me ta, për shembull, Gania kur ka shku në provim, dhoni provim marksizëm-leninizëm. Edhe të vetë profesori I thote, Gani thote, u qënë përmuste marksizmit dhe leninizmit. Këqyr studentat me I kalzu kush me inimue. Ja bojnë me dorë, me mjekër, kështë si me mjekër, t'ja fut, drashmi hajnë, I thotë. Hajtë, profesori dhe ta në ty e mu e drashmi hajnit, e ati si ka intervenu për ty. Gania ka qenë një student I mirë, një edukatës fizike, mirë po që atë lanë nuk ja kish pa desht, marksizmi dhe leninizmi që ato se ja kish pa desht hiç. Si ka interesua e lanë dhe ja kish pa fu që ato pej kornës. Pa I valloj tash une, I kisha notat e mira, I kisha aty që tha dhe Saidi në edukatë fizike, ai marksizëm leninizëm porën në një temen, as më ka interesue ajo punë kur as në parti, as kur gjohisht me parti gjithmonë një punë I hapun me shoshni, me njerë që ju konë të hapun edhe me muë, na kur një që tu qka jemi, kur një që kemi këshyra ato, që kemi njek politiken, po I kemi njek punë të anë, që kemi pas ma të mirë të mundshme, dhe më thonë kemi kalu në me veti ma mirë, s'ka kur njetë që kemi prishtë me veti. Gania ka qenë, do me thonë gjithmonë, ma tolerant dhe ma ty dhe kemi bo gjithmonë gati dica ajgarë në llogaritë ti edhe nuk na u ka nuk kurrish. Edhe unë po e them një rast që më kujtohet. Nëse s'ka bëj me Zvezdën e Gilanit, kem lujt në Gilan, edhe Rushdia ndër të tjera ka qenë trener I mirë edhe vlerësojke edhe ekipën kundërshtare. Edhe nëse s'ka bëj nonçe lujke Abazi, ka qenë më I shkurt me trup, dribler I mirë ka qenë, edhe para lojën na tha, Gani kime rujt Abazin, veç këj mundet me na mujt. Po, më voni tha dhe Saidi, tha Said, këshur ku të vjen, për aty, tha shkoj hera dy, tha, pak më ashtë për aje, ka kupton, që dhe peloje.
erë 2-3 herë. Nëjse, i kaloj krejt mbrojtën, jo veç ganin, po krejt mbrojtën. Edha gol dhe atër në gjysë pjesë rushdia i tha, ganë që shka u bo për kështu. Pa i thesa i dit mirë thyvi ma si kësja, ati që tha, u arshitu, do ke qëtë i arshyrë. I thash a i e nëreq, atin, po kë e nëreq i një 2-3 herë, po a i shkonë po kur i rëzdik që të piu. Gane, Se zgutove me... kalzana se t'i kiva ki shumë, kalzana që është kanë me dardha të pëtë posi, Ai që që pjo kalë të borë. Unë të ashti si kapiteni i ekipës në gjimnaz, kërë jem punë, në vetë parë, në dytin, shkoj shumë për fshatra, me lujt futbol, do më thonë, me ju me ishtë një që me atë qatë ditë shku me lujt baran. E të duke më shku që shkëshim më shka më shku komë, në vetë parë gjimnazin i konë, dikush u konë vitë dytë edhe shku ma tjenë baran edhe i mujtin baranin, ka u këthym për i baranit komë, him të Delia me gjeka, e pidin e në gjeni, profesor i geografish me mu ka punu 40 vjetë, edhe shkum aty mushafir. Kisha për shembull ekipa 10 vetë kem, 11-12, nuk e di, e shkum tu ata që pas që kom harru të shkëtuar me gjek, e ka pas emnin ndryshi ata që i kun shpjanika, ta shtavani dhe që tu kuna, dhe që shoba burrav shumë e vogël, dhe po në pretin mire ata, po shtu i madhe, ishe në 50 copa dhanë, 50 copa ljok, hangër në buk mire, në bon, qyp në bon, në buke, mas buke, ata thanë vëlloj, se ata shti që pak po pikja, thanë, se i ka thonë Delia ga nisja puna modhat, adine ashe po e thanë nuk në këshellu modhat si vjetë se s'kanë goha, që këshin pas randin modhat, po tha du dorë dhe hasit, po shkaj një ka prit një ljopi tha jënë dukta, shku ju ka thonë dove shkoni që në tavan, tavan i kishin pas dorë. Aty vëlloj, unë ishin kretë një shek, adin të ashtin nga puna, aty nga qetin, ta, në gjytë, adin me ditë qobe. Ta shune, në qerkadria, ma voni ka dole se, adin tjetë në fytë, adin i tash hajka, i tash për qfarë. Unë në vishë e kësha vistin shkëlla, një unë rratë dytën, tretën kërë kom shti, kom nishme, me shplajti. Ate, o, prejtë me gujnë borinë, ati ava s'kisha aty, veç, mu do me qitë kajtë, po din, ka që ka gogani, tash, valloj, tash, se kom di që ti eshin këtë dordat e dukta, ka jetë nërë. Kështë se, o konë shumë një historik e mirë. Mja ka vdhue. Po. Kishim e në përgatitje në Dubrovnik. Shiko të tash. Edhe mund të zaktu trenerat një porosit urshimin. Një shka gjuhën pak edhe me përgatit mëngjesin e dreken e darken e i porosit shanë mëngjes. Tash për dezert nga peshin herë mboll, herë portokall, herë rosh, herë akullore, herë dishka nga puni ditë akullore. Kur e kërkoj kjo akullore aty dyja si rumullaka, i tha sajt koka akullore e mija, tha mund është ma porositi sa anë akullore. Margani qysh, po ngje kes më shkova ta i kushë njeri, tash, a bon tash më mamushi ta njerë akullore, tash e kom për njoni, tha, jo ma ta njerë, tha e mytë. Valloja se mytë, tash se o ko që banë, i ka rujtë 300 copa dhanë, tash e o mësu më hongër të mleborë, tash sanë si banë. A bon një pakur është tash, po më marë qysh jo. O dalë, më dimi dalë në dirë, më ta këmë bo ganë që është ko që unë konë kështë. Tash që qaja, ma ka mushi sa hanë. Ti ka rapi sa hanë të akullorë. A zëtë se gjithë jasi sa në hisë e rogë, krejtë. Krejtë bitë konë. Po qështu më shërë? Qështu krejtë, qështu. Ne, Unë. duhet me nga kalëzu edhe ato vakit kërë ke qenë gropën e qereqit hakis kërë ke qenë lavë. Edhe me nga kalëzu kërë ke onë ka të dhe të luma. Qëto. Qështu, haj. Shkum shakakia, unë isha në fakultet të edukat fizike, më do këtë vitë dytë. Në konë, edhe tash erdha në shpi, edhe tha në unë, tha qështu të ka thirë djali, tha pra më shku me a qetë qatë gropë qereqit, se adin tash e ka një shpine, më shkuë, tha bukën të kom bo hazër, tha shajt, tha ha të bukë e që e mund,
U honga buk aty, shkova, edhe tha, a i bishje po i bish mjeshtri, për din e mani i bishje po e ka pas të shpis, i thash i bishje qa duhet, kjo grop mu qelë, tha vallaj, tha ka një për një 2000 kila, ati në qeresh mu shkri, dhe më thonë 6 me 4, pa të thonë, apo din 6 me 4, edhe hajt, i thash për him, ti hina të rakap aty, në bashkë që o kunë aty, ala pa, bashkë atyna, nuk i shko fort, e ti hina pa shëshëtnisha atëherë, 20 vjetë, për puni ka që 50 vjetë, se 70 i kam tash. Edhe, erdhë hakia, shka u boma, tha kështu, shka pa më boma, i thash e qela, vishat, për qyrë në i shanë, atja i ke thonë, sharmet edhe, i asi ka i me qimë më boma, 50 që pa boma. Tha me shkit e të rrët bufën, tha Allah, po shka pas ke bukë, ku erdhe e krejme, ma që 3 orëve erdhe kia, ja kreva. Edhe shkuma ti në Branesh, po shkuma ti në Branesh, ajo, si Gjakovarja mu, si s'pa bosë qarë me të din, Gjakovar që une ka 3 ljubë për i herë, ka 3 rratë, një rratë, po. Ta dalë djallë të që shkanë Arjoni e nisi që nërë për shkolla alaj, tash a i ju ka ljohë dhe unë po këma kaj me qilin tash, i tash që kujtoj komitetit, po kujtoj që shkanë të mija që ka më hongë, i tash po tash i bima dhe kaj me qilin edhe përgatit më atje banjën që më duhet mu pastruhe, adin kina tënë që t'ja bune aty në banjo, kaj t'ja bune bazen, qëllë me adin, me bo pak në fort. Kaj me qinin? Kaj me qinin e honga, kaj me qinin krejt, hakia, tha krejt, heqët, mush me honga, krejt. E kishin pa honga ata pak, po unë krejt me tepsije me krejt, ishte piqit e honga, që krejt që aty që ka pat tepsije e honga sajt. Allah. Këtë luma të dhe në kërë ki honga. Shkum në të mbron me Sahitin, edhe ku shukon miftare, me ti pa shpirti, ha? Dhe të sabiri mi. Të sabiri, ti unë miftare, ku shukon edhe një Ramazjuni. Ramazjuni. Edhe a i shkonini falëzeti me punu të sabiri i babaloqit. A i Shahidi nga përësiti i murëm ka 3 të luma, ma sapi hongëm, ka 2 ka 3, ata i hongëm prej minute, i tha Shahidi të mutas duhet shamë. A i tha, qeshtë sheti, i tha, apo dënë hinin tripa me mua, a muja hanë se Shahidi, tha kërë hanë i të psi të luma, a i tha, jo në hongë, tha 5-6 pune, sa i shkën hinë punë, për dalla, hubi pune. Ma qitën për para, e ti hiune të lumat, a sa jo punë më dhaj nuk e një ishte, 40 qopa i hongra, edhe vish me një herë qopa i tha shprit një pak, shkova në gushat që u me qina shumë, ketu gushat që pra, pa nal heq, edhe të piva ujt, e i qita, gati krejt ata, erdha aty, tash, bima dhe i tepsi, tash e po. Po me s'paqa punë në qita. S'paqa punë. Qështu? Na kem pas vaki, që li farë vakish, po edhe po jemi hinë luft në futbolit, paloj që ata që kanë lujtë kunaj neve, në kurs në kanë harru, nuk e beseshin e harrujt. Atin krejt kunaj që tyne. Sidomos kunër sërës. Sidomos Qërëvici mi bëjke aklam krejt. Ka qenë me Partizanin e Mitrovic, edhe ta kanë qenë pjesë në tabelit, dhe më thonë jem konë konkurent. Na me futurimin në Rovesit jem konë 2 vendet dhe para, edhe luishim Mitrovic. Ka qenë ndeshje vendimtare për ata faktikisht, se na kem pas pak tika moshu. Edhe luajtëm në stadion Dips, mirë, ta haj. Rezultati i barabartë ka qenë, nëse s'gaboj 1-1, edhe një 10 minuta përpara se me përfundu loja, u bo penal për neve. Gania zakonisht i gjujke penaltit, Rushdia i tha, Ljujke të tha, a je i sigur, tha se është shumë më rëndësi me poqtu. Mos ta ne, tha, s'ki problem, po.
Shkojnë në topin pikë bordë aty, ta prap, mur, tur një 10 metra, ku t'i ka gjunë. 10 metra për mija aty, ka pirurdia, ku, sa je ka gjunë sorra ta, godhëm, sa i kësoti ta. I vese dhe ti pak se ti ma mirë se unë e përnë. Jo tash, Njështë është konë, ku haftat është konë si aku. 4-0 në ake mujtë Partizan. Jo, atë rushdia boni ku... bon të vazhdojnë e tasha. Po. Peja tyit, tash të nga muar zhoj katëria më shku më lytë volejbol në Tori Qetës. Shiko që ta shku një. E shku ma tjenë në Tori Qetës më lytë volejbol. E në ndzoni pak terri, se vëritën 5 seta. Kur ja bëjke ka një, shkone e Dërën Cakri, shkone lajtë temperament, shkone, ja bëjke kjo blok, ja bëjke ra, a ja bëjke këti ra, kur ja bëjke në blok që shosit. Ja bone edhe kjo herë i blok atine e shej të torit, a e shamë njën. Unë e budal, ka që ta njën në këtë tyre. Shpër njerë, shoja më vrasë në tokë. Vesi kosh mu ka po hatë ma një shkedem, ja kom kap komën, e kom urej për komën në ata, e kom rëzu në tokë. Nuk di gjome që kur nga kanë pëqimet forë që e më grafu. Ja kom pasi e kanë shti kaninë rënget, me që i majke duhet që shtu, sa mu i dyshin. Nrushta e shket ma, dhe shkur pja bënë, tha o, më një mu, tha pa ati si e një, si për mu, që jam i nërë ati. Unë e i ka i shkollë, më joha një shkollë, që atje. Ja, uju që rëjë që jeti me... Edhe me ndeqanë, me kjera që prapikem, me nëzise edhe në shpirë. Kur vinë ndeqanë për shok të para turistit, ganin me rërdin, rame të ka shpirti. I kish pa thonë, qorë rëtë, rimi magla iki. Po, ta, qorë ta qysh i shekon pa iki. Magla kështë pa bojë, ta më mirë magla ta se mu parit më rupat, kjo shko ka parit më rupat ljarë. Edhe një du me full. Me mujtë që i, mi bo për 20 vjetë. Diku këshim rri që Superliga e shkon shumë e vogël, vish ma mërmenje që edhe në Evropë këshim shkon. Besha, me mujtë me i bo tonë ka 20 vjetë. Më thonë, leta din që qëta, qëto që ka jemi edhe do tjerë nuk janë, nuk janë jetë, po inshallah jemi shnash e mirë edhe janë edhe këta gjithë mirë, që kur njetë nuk e arrojmë shëshëshurin. Jemi konë që kur me qenë lazën, kur nuk kemi prishë me veti, edhe shatë jetë me jetu kemi që mirë me veti. A mo për futbol, me pa mujtë me i bo, po tashti nuk e kalu zoti mu rinu. Mu thim pa, se me pa pashka e qëtë jetë, vallahi, Rakel, ishim shumë lërë ishim. Sot ishte një knasi e veçanë këtu bëjmë joni cilën e bon, ani pse me gati pëthuj çdo vetë, kështu bashkohen, po jo, ndoshta në këtë numër. Në mungojnë edhe shumë tjerë që ende janë jetë, janë botën e jashtme, për arsynet ndryshme nuk kanë qenë prezent. Edhe shoftë arsyshme edhe që t'i përmendim edhe ata, t'ja fillu nga Gurgur Ramosa, Shkelzen Ramosa, Azem Mulliqi, Krisper Vorfi, Shpen Kadriaj, Shpender Vishaj, e tjera, dhe kërkoj falje nëse dikuj i nakë se mund edhe mos kujtohet, që po shpresoj që hera tjera, ndoshta edhe kështu për qelë, do një mundu më bashku dhe me evoku kujtimet cilat kemi shumë, që ndoshta roman, vel, nuk i nëzan një roman i madhë për me asi, me evoku gjitha, edhe ishte dëshira ime që mos ju metin borgjë dhe aty në shokë, ani pse s'janë prezent. Edhe kështu që edhe prej këtu i ti përshëndes, ndoshta ma vonë mundën me në bashkanëgjit në një ditë gjatë të në pushime, pushën botën e jashtme. Mandej duhet t'i përmenim edhe ata cilët nuk janë në jetë sot mesin tonë. Ilir Lokaj, Asim Hoxha, Bashkim Feriza i Shoguni që që ishim na. Janë djemë cilët kanë dhonë kontribut. Jam Mulliqi, pa dyshim që për trajnerin s'kemi qka me folë, atë dhe dim gjithë, ajo është mungesa ma dhe këti tubimi. Në di që kemi marrë një kohë gjatë turnirin në shaj respekti për Zhdera Mosaj, që disa vite nuk është mbajt mu. Arsyet janë të ndryshme, që kjo gjenerat mendoj që sa të jemi gjallë kemi pas një obligim dhe moral,
për me mbajtë dhe me kujtu vit pas viti. Kemi edhe shumë kujtime të cilat tosh nështë më zbomë dhe tepër, vetëm edhe një të shkurt dashta mi të regu për ganin, unë për vetë, kështu kur e marrë ditën e para, dytë në Kefe Deçan, këtë gana s'm ka njoftë, unë e kom njoftë ganin, erdhëm me lujtë e gjimnazi aty, edhe u dam pak gjenerata ma vjetër me këta matri, nuk po du me muhu absolutisht cilësite ato që ka i ka pas, po një moment aty e bona një driblim dhe Ganis edhe nuk e di qësh morën të thu edhe unë e kënoj me top Gania në tjetër non. Rametlia, Rushdia tha qërmër tha djarë në klub, tha shka të boni. Edhe Gana, për më ma bo bajat mu tash ato, më në tërgu si s'kishe mujt më ma bo kështu. Qërë tha, ki kujdes të tjetër herë, tha su në vistruj, ta tha se kishe mujt që shtu më ma bo. I qoha kretë, thash falimnerës Gana, po unë nuk di që thash ka asin. Në për momentet cilat kanë plot edhe nuk më që mja bo fil lirë, ja di që të shumë një namë sa i kemi pak mja bo më shpirë. A di në duke pak mja lonë që jo bërë. Mja zonë pak Po dhe, vullnet. qështu, faleminderojmë me gazetin Demos që na bashkojnë në këtë përbërje. I faleminderoj edhe këta shokë gjithë që kanë gjetë kohë për më ardhë, po i kemi edhe disa që kanë mujtë më ardhë, po më mërmene që në tarmen bashkohen pak më shumë edhe më pa edhe inshallah përgëzime të kohën. Edhe faleminderojmë edhe restoran Lumardhin që na bonin i priti këtu shumë madhështore, na këtëre kushtet e mira, edhe njëherë faleminderojmë në emën të shokëve dhe në emën të emin. Edhe gjithë shokë i faleminderoj edhe njëherë që kanë gjetë kohë për më ardhë, edhe ata tjerë që nuk janë, besoj që në tarmen kanë më ardhë dhe më ha pak më shumë.